Këndja tjeta lideri shqiptarëve. Zotri, me ndo thaqi. Këndja tjeta mburoja shqiptarët Maqedonisë. Profesor Zotri Ilas Halimi. Devotet të Partisë Demokratike Shqiptare. Pa humbur kohë. Andaj, sot jemi të buar në këtë vend që t'i përgjigjemi pozitiv. Pastaj, me 27 prill duke... E falenderojmë Artjetin. Tani, ja fjallin deputetit të arshëm në... Të nderuar qytetarë të komunës Nikovës dhe Kumanovës, të nderuar simpatizant dhe dashamir për krahës të partisë tonë, Partisë Demokratike Shqiptare. Shfrytëzoj rastin përshëndes të gjithë qytetarët në këtë tubim, këto që jeni dhe ata që do shfaqe objektive nuk kanë mund të marrin pjesë. Përshëndes kandidatin e mundshëm në listën për president të shtetit të Maqedonisë, Zotin Ilas Halimi. Përshëndes udhëheqësin e listës numër 2, Zotin Orhan Ibrahimi. Në fund, ka duhet të përshëndesim tjetër. Faleminderit. Ne jemi këtu të shfalosim disa segmentet të zgjedhura nga programa politike e Partisë Demokratike Shqiptare dhe do të krijojmë hapur veprime negative të partnerit koalicionar qeveristar 12 vitet e kaluara. Partia Demokratike Shqiptare në programin e saj ka këto pika kryesore. Ka shumë, po mos kam mund t'ja radhës gjitha sepse duhet bisedojnë atë gjithë. Ne si Parti Demokratike Shqiptare do të angazhohemi që pas datës 27 prill zbatojmë me përpikmëri marrëveshjen politike nga ideatori i ndjerë Arbër Xhaferi. Ideja e tij ishte që shqiptarët jenë plotësisht barabartë me të gjithë ata që mendojnë veten se Maqedonia është vetëm e tyre. Domethënë, që jemi jo të barabartë, po bile t'ia kalojmë edhe maqedonasve. Këtë punë nuk e bëri BDI-a. 12 vite partneri koalicionit hyri në koalicion qeverisë me të vetme marrëveshje për në përkëmbjen e shqiptarëve për të mos u biseduar për çështje etnike shqiptare. Këtë e ditë secili. Ne do të angazhohemi që të heqim frikën dhe njërimin nga mendja shqiptarit kudo që ata veprojnë. E jo si BDI-a, koalicionuese që ishte faktor kryesor për të frikuar shqiptarët në çdo sferë të jetës, biznes, punë, shtëpi, shkollë dhe gjitha foret e jetës shqiptare. Ne do të angazhohemi për pjesëmarrje të barabartë në të gjitha institucionet shtetërore, e jo si BDI-a, që nuk kanë qenë e kyçur në asnjë institucion relevant të shtetit. Ne do të angazhohemi që të heqim nacionalizmat nga fjalori politik, por nëse ajo është e nevojshme, do ta ngritim edhe më tepër në krahasim nacionalizmin maqedonas. E jo si BDI-a që përuli shqiptarët kudo që janë. Diskriminuese ndaj shqiptarëve. Ne do të angazhohemi pjesëtarët e konfliktit 2001 të trajtohen me listë posaçëm dhe nënat e tyre. Ne do të angazhohemi që mjetet e informimit të jenë korrekte ndaj të gjitha. Ne do të angazhohemi për të hapur vende të reja pune në çdo komunë shqiptare, e jo të marrin në rrugët e gurbetit. Jo si BDI-a, që fare nuk është angazhuar për ngritjen e nivelit të punësimit dhe vendosjen e fabrikave në komunat shqiptare,
por është angazhuar që tërë fabrikat i dërgojnë në pjesën lindore të Maqedonisë të populluar me Maqedonas. Ne do të angazhohemi që të bëhet regjistrimi real i popullatës Maqedoni, e jo si BDI-a që ndaloi regjistrimin kur u vëres se vetë Maqedonës janë pakistë Maqedoni. Ne do të jemi lojal ndaj shtetit për aq sa meriton. Në kundërtën, nuk do të lejojmë askënd të na gjyqëzojë për atë drejtave tona me asnjë kusht, e jo si BDI-a që aprovoi qindra ligje në dëm të shqiptarëve. Ne do të angazhohemi për një Maqedoni Europiane dhe Euroatlantike, jo si BDI-a që u angazhua për gjithçka, por jo në interesat e shqiptarëve. Ne do të angazhohemi për arsim të shëndosh në të gjitha nivelet, e jo si BDI-a që librat i sjell nxënësve shqiptarë në gjuhën maqedonese i detyron nxënësit shqiptarë të mësojnë maqedonishtën që nga klasa e parë. Nuk i ka harmonizuar pranë programet me shtetet e fshinjtë siç janë Shqipëria dhe Kosova, mësuesit gjithsesi shkollat i detyrojnë të marrin librat nga autor Maqedonas për çështje interesi dhe për të qenë lojal ndaj koalicionit të tyre Maqedonas VMRO dhe PMN. Ne do të angazhohemi për përdorim adekuat të gjuhës anëtare në të gjitha institucionet e shtetit, e jo si BDI-a të thirret në asgjë, gjëja se ekziston ligji për gjuhën shqipe, ku flitet, ku shkruhet, përveç që flitet në shtëpitë tona. Ne do të angazhohemi për rend publik, administrativ efikase, gjyqësi pavarur dhe shtet të pastër juridik. E jo si BDI-a që vrau shqiptar pafajshëm, burgosi shqiptar pafajshëm, rrashët të nxënës shqiptar, keq përdor njësi speciale për të frikuar popullatën shqiptare, keq përdor njësitë në alfa që të rrahin shqiptarët kudo që të eket dhe asnjëherë nuk kanë dalë të mbajnë preskonferencë për rrahjet e fëmijëve tanë. Ne nuk do të lejojmë askush që të bëjë qërimin e dollarive nga shqiptarët pafajshëm, e jo si BDI-a që nuk i doli në asnjë moment përballë shqiptarëve që u diskriminuan pas një faji. Ne nuk do të bëjmë vegël e askujt për asgjë, e jo si BDI-a që e mori një flamur të paqartë dhe doli nëpër Europë për të negociuar për formalimin e shtetit Maqedonas, pa i definuar të drejtat e shqiptarëve në këtë shtet. Dhe pas doli shefi i tyre Nikola Gruevski deklaroi, përfaqësuesit e BDI-s mund të çtisim të halen të pi, që ditën me aeroplan të fotografohen, ndërsa unë mendosi për çështjet e Republikën e Maqedonisë. Ne do të angazhohemi për ekuilibrimin e buxhetit të shtetit. E jo si BDI-a që radhas i ka votuar buxhetin vetëm për Maqedoninë, për Maqedonën, ndërsa për shqiptarët nuk ka buxhet. Pra shqiptarët duhet të vëveksojnë deri në zero. Ne do të angazhohemi që njërin nga 3 postet kryesorë shtetit qetë shqiptare, e jo si BDI-a që kërkon kandidat konsensual me kusht qetë Maqedonas. Dhe kur kjo nuk i kaloi, atëherë morën nga marrëveshja politike e PDSH-s dhe dolën me qëndrim se pas zgjedhjeve do të propozojnë ligj. Ne do të angazhohemi për ndarje territoriale të komuneve dhe njësive duke pas parasysh numrin e banorëve, ekonominë, etnikumin dhe infrastrukturën. Edhe unë zona Molota shkurtoj pak. Ne do të angazhohemi për themelimin dhe zhvillimin e vlerave kulturore shqiptare, e jo si BDI-a që u angazhua për 100 buste pasnjë shqiptare, për carin e Serbisë dhe jo mbretin shqiptar, për 100 kisha në Shkup, pasnjë xhami, për muzeun e VMRO-s e jo për muzeun Kala, për ndërtesën e oficerëve serbe e jo për Kurmali xhamin, për një ndërtim në Kala e jo për rezidencën e Bashkisë së Fesë Islame, hapje në kufije në çdo fshat maqedonos serb, por asnjë në treva shqiptare. Duhet të na shpërlojnë trurin me disa projekte gjëra shqiptare, siç i përmendën rrugët Tabanos Or, Tabanos Stru, Tabanos Dimër, Tabanos Qafan. I njëjti projekt 4 herë për përmendën prej tyre. Faleminderit për BDI-sën e qeli kufinë për Miratos dhe për Bellanos. Jahudit, Izrael, ta? Ne arë japin njëri shansë, japin pare, që paret për në biznis. 2 herë e thonë shko të shpia se s'pas ke lidhe me këtë punë edhe ati nuk e një mojnë. Shqiptarët, BDI-ën 3 herë e kanë qunë pushtet.
Vetëm na jemi që i qojmë rrodha se njerëzit 2 apo 3 herë. Asnjë punë nuk ka marrë për neve. Juftoj që diellën me 13 prill dini masojikisht burra e gra, ato cilët kanë drejtën e votës, për mashkull s'po flas, ta votojnë kandidatin tonë, zotin Ilyas Halimi. Urime na qoftë fitoria. Murtezani për në fund tha që ne këtu do të fitojmë, po për të fituar na duhet një angazhim shumë i madh. Ne, zoti kryetar, strukturat e Partisë Demokratike Shqiptare janë duke punuar dhe lëvizur edhe gurin e fundit që t'i sjellim fitore Partisë Demokratike Shqiptare. Me këtë fitore të Partisë Demokratike Shqiptare do të fitojnë shqiptarë. Do të fitojnë shqiptarë çdo cep atje ku gjenden. Edhe këtu në Likovë, edhe Struk, edhe gjithandej. Ne me 13 qershor, dhe 22, kemi zgjedhjet presidenciale. Për ne, zgjedhjet presidenciale janë të jashtëzakonshme. Unë për 24 vite nuk di fushat më të vështirë, dërskanza më të mëdha, goditja më të fëllishta që mund ndodhen skenën politike. Vetë ideja për kandidat konsensual është një ide shumë e mrapsht, shumë e egër, shumë djallëzore realist. Kandidati konsensual, pak më i keq se një tjetër Maqedon, është për të luajtur me intelektin kolektiv të shqiptarëve, nuk është gjë tjetër. Ky para 5 viteve i tha shqiptarëve forcërisht ta votojnë Gjorgj Ivanovin, durën ja 5-16.000 e votu dhe ban Gjorgj Ivanovin president. Për 5 vite, asnjë gjysmë fjalë nuk e tha se Gjorgj Ivanovi është i keq. Dhe tani nuk i thot ata fjalë. Dhe kur diçka dëshiron kontestoj kise don president konsensual, nuk e ndëgjojmë ta flet një fjalë të keqe për Gjorgj Ivanovin. Nuk e flet sepse është i zhitur në lom, është i zhitur hipoteka shumë të rënda edhe ai, edhe 100 hajdut që i ka mbrapa aty. 27 prilli, zgjedhjet e parakoshme nuk ka dilemë se janë për ta bërë Gjorgj Ivanovin president. Ne nuk e fshehim. Po dëshirë nuk e ka fshehë asnjëherë se dëshiron Maqedoni të ketë kriza politike për t'i rregulluar pozicionet shqiptarë të këtij shteti. Jo për t'i marrë drejtat fqinjve vetë maqedonasve, përkundrazi, t'i fitojmë ata drejtat mohuara për këto vite, e sidomos për 12 vitet e fundit. Çdo votë për profesor Ilazin është votë e fuqishme për ta rregulluar pozicionin tonë. Çdo votë për Ilyas Halimin është shëndrim dhe shfaqje diskriminimit që i bëhet shqiptarëve këtu në Maqedoni. Çdo votë do t'i tregoj faktorin ndërkombëtar se në Maqedoni ekziston një çështje pa zgjidhur, jo vetëm emri si problem me Greqinë, po është një çështje e jashtëzakonshme, më e madhe se emri, janë raportet maqedonase shqiptare të pa zgjidhura. Realisht është pozicioni i shqiptarëve i tillë që për 12 vite Aliu me 100 hanat e tij i nënshtoi, i bani argat 1 milion. Ju nuk zgjidhve që jeni prezentu. Si që jena këtu, shpërndahemi në familjet e tona, farefisin tonë, miqët e tonë. Nuk mund kumanova ata 10.000 vota që të kaluarën BDI ka pas si vullnet dalër prej votuesit shqiptar, që janë të gjithë njerëz denigrum dhe parlejë. Ata janë vëllezërit tonë, ata janë familjarë tonë, ata janë fëmijët tonë. Ne duhet bisedojmë me ata, duhet t'i sqarojmë, ne i kuptojmë, sepse nuk ka hapësinë demokratike, nuk ka debat publik, nuk kanë mundësi, sikur ne që jemi prezent, ta ndjejmë dhe ta kuptojmë realitetin. Çdo bisedë jona me ta, drejt për drejt, duke bashkëbiseduar, duke i thënë këto momente, fakte, dëshmi, që i tha dhe Murtezani, po që i dim ne të gjithë, që i kemi përmend me qindra herë,
duhet i bisedojmë me ta, sepse jam i bindur se ata nuk i kanë shumë informatë. Nëse ne ja afrojmë dëshmitë dhe faktet, prap jemi të bindur se ata do të vinë këndej. Ne do t'i njohim çdo familje, çdo individi i cili ka punu për BDI-n për këta 10 vite. Sepse ata kanë menduar se përmes atij subjekti do t'i realizojnë aspiratat, dëshirat e veta dhe familjes tyre. Pikërisht për këtë arsye, për dëshirë si familje shumë e madhe, që si agent kryesore ka ruajtjen dhe mbrojtjen e identitetit kombëtar. Do t'i njoh mundin, do t'ja njoh përpjekjet që i kanë marrë. Lirisht mund vinë këndejt në bashkangjitën këtu, sepse vetëm ne kemi vizion, kemi platformë përcaktuese e cila mund ta nxjerrë pozicionin kaq të keq shqiptarëve në këtë shtet. Ne kemi edhe zgjedhje parlamentare, me siguri se do të angazhohemi në rundin e dytë, po për atë do të kemi kohë dhe dijavë ditë. Pozicioni i diellës, zgjedhjet presidenciale, edhe një herë po them, janë jashtëzakonisht rëndësishme. Nuk guxojmë asnjë votë e cila është potencialisht ka ne, mos ta nxjerrim dhe mos votojmë. Çdo votë do të thotë fitore e madhe për shqiptarët e Maqedonisë. Zoti është me ne, jemi sigurt, sepse ne jemi njerëz të drejtë, ne besojmë Zot, ne besojmë përcaktimet në qenjen e vetë njeriut, në intelektin e njeriut. Ai do të na mbështesë nëse na i mbështesim vetë vetëm. Sukseset mëdha drejt fitore. Të vetëm shqiptarë musliman të mundshëm për kryetar në Republikën e Maqedonisë. Ftoj që ta merr fjalën zotëri profesor Ilyas Halimi. Nderuari kryetar, zonja dhe zotëri, vëllezër dhe motra, përshëndet të gjithëve, kam kënaqësi që gjendëm mesin tuaj. Kjo prezencë juaj flet për një mbështetje të fuqishme që më jepni dhe besoj se më 13 prill do t'i arrijm që ta kaloj pragun e parë. Besoj me një mbështetje të fuqishme se do të arritemi në rrethin e dytë dhe natyrisht do të më jepet kështu mundësia të garoj me njërin prej 3 kandidatëve tjerë, cilët i kam konkurrent për kryetar shteti. Unë rastisht nuk i kam hinë kësaj pune, ne në parti kemi analizuar mirë, sa bëjmë mirë që dalim me kandidat për kryetar shteti shqiptar, apo bëjmë keq. Natyrisht se ka dominu bindja se është një interes shqiptarëve që të ketë kandidat shqiptar për kryetar shteti, dhe kjo më shtiru që të pranoj, që t'jem pra në interes të shqiptarëve, pra t'jem ai i cili do të mund t'i grumbulloj votat e shqiptarëve, që kështu shqiptarët t'i faktorizojmë dhe t'i bëjmë vendimarrës për kryetaren e ashëm të shtetit. Kemi një pengesë vogël, ky e dini oponenti jon ka dalë me qëndrim që mos dilën zgjedhje, mos votohem unë, me këte ata bëjnë një pra punë që çon ujë mullirin e tjetër gujit. Kjo pra nuk është në dobi të shqiptarëve, sepse shqiptarët kështu marginalizohen dhe ata në sytë të huajve duken si një turp me pa organizuar. Pra qëllimi jonë është që nëpërmes kandidaturës time t'i tregojmë botës se shqiptarët janë të organizuar, se shqiptarët jetojnë në vendin e tyre, janë autokton, se kanë kuadro që mund të udhëheqin edhe me shtetin. Unë ju garantoj se nëse kam mbështetjen e gjithë shqiptarëve, dhe njëherë përsëri se do të hyjnë rrethin e dytë, ku do të ekziston mundësia që të ngriten bisedat në një nivel më të lartë me palën tjetër, dhe natyrisht për kësaj ne përfitojmë që të mund të realizojmë platformën tonë. Realizimi i platformës tonë nënkupton avansimin e pozitës së shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Unë në emër të kësaj që thash,
apeloj të gjithë ju, edhe ju natyrisht të afërmit tuaj, miq, fëmijë, kudo që i keni, bisedoni, të tregoni rëndësinë e këtyre zgjedhjeve, të tregoni se këtë mënyrë ne bëjmë një punë të hajrit, bëjmë një punë të dobishme, se shqiptarët i ngrisim në një nivel më të lartë. Dhe natyrisht vota juaj mund të të nderon, është fakt, dhe unë atë nuk do ta nëpërkëmbë dhe nënçmoj. Por ajo votë do të nderon edhe juve, do të nderon edhe kombin. Ju faleminderit dhe suksese, shëndet gjithë. Për shkak se kemi një tubim në Çajër, në Shkup në fakt, Çajër Çanka, do duhet të tërhiqem, prandaj kërkoj falje që nuk mund të jem deri në fund me ju. Faleminderit. Faleminderit, profesor. Tani ftoj dhe me fjallën lideri i pamposhtërit shqiptare, i cili pranon goditje si nga kundërshtarët dhe nga të shqiptare. Ne mund të thonë në rrugë e drejtë për të shëtë për pauzën shqiptare. Ftoj tani fjallën zotërit me do pas. Të nderuar miq, sigurisht se ne jemi njerëz që kemi emocione. Gjithë kjo mbështetje që po na jepni në këto momente sipas meje vendimtare të një kthese të madhe historike të shqiptarëve të Maqedonisë, të gjithëve na inkurajojnë, na çojnë përpara dhe na bindin se duhet qëndrojmë. Edhe deputeti juaj nga këto emocione bënë një gabim teknik, ka me 13 qershor, 13 prilje. Po, sigurisht, mendja pozitive deputetit vetë se besoj me 13 qershor do të mshin një mund të avërin balë për balë me Macedonë. Do të kërë mosë, Marveshja, marrëveshja politike e vërtet dhe historike të shqiptarëve dhe Macedonasve, ku ne do t'jemi zot në vendin tonë dhe ku ne do t'jemi zot në vendimmarrje. Janë tepër të rëndësishme këto momente, e tha edhe udhëheci i konferencës se ne marrim shumë goditje të rënda ditët e fundit. Kjo është edhe një fakt. Sa më shumë që na godasin, aq më afër cakut jemi. Unë vetëm të them, duhet jeni rahat dhe të qetë, mos të mërziteni as pak. Njeriu që e goditin mas shumë të ata, jam unë. Po t'jeni sigurt se goditjet e tyre m'duken si pluhuri i pranverës dhe veç i fryrë. Nuk mundem ju bashkë me mua e dini se çka meritojnë ata, po për shkak të edukatës, kulturës dhe tërbijes që kemi si popull, shpesh herë kam vështërsi që t'ua them disa punë të këqija që i kanë bërë. Megjithatë e shoh se shqiptarët e Maqedonisë kanë shumë mirë kuptim për fjalorin tim. Fillimisht dukeshin fjalët e mia të rënda, po fjalët e mia të rënda i shpjegojnë veprat e tyre të rënda dhe të liga. Unë nuk mund të ri i qenë, gjersa oponenti im politik, Zoti Ahmeti, sillet me një trimni pa tolerueshme përballë neve shqiptarëve. Fjalori i tij është shumë i vjetruar
fjallori I tij është shumë I mbrapsht, fjallori I tij nuk ka të bëj me njeri normal, kur ai merr të drejtën, të thot në mënyrë të pacip se ai është bosi I shqiptarëve, unë I them, po, ata djem 500 që janë nën tokë, ku I ke? I ke haru gjithë, ato nana që janë vesh me zeza, nga një politike gabuar, I ke haru gjithë, ato dame katastrofale që janë bërë ekonomisë shqiptare, sidomos kësaj zonës Lipkovës, mbi 1 miliard euro, I ke në xhepat e tu dhe për këtë arsye thirrë është bosi shqiptarëve. Ndoshta dhe tolerueshme se jemi në politikë, po fyën dhe po shalë çdo ditë, sidomos fyërjet e tyre I drejtojnë në adresë time. Në rregull, bosa jemi, Luana jemi, po para shqiptarëve, para Gruevskit e Lekujt të dorëzojmë tërësisht. Ne kemi një platformë shumë të qartë. Nuk vjedhim programe dhe platforma për partive tjera. Ne vetëm një send vjedhim. Ne pranojmë marrëveshje me Maqedon nëse duhen ta imitojnë Zvicrën, Belgjikën apo Kanadën. Nuk ka nevojë për 1018 arena dhe mashtrime të programit të BDI-s. Ne do të ecim në këtë rrugë, jemi shumë të bindur në punën tonë që e bëjmë. Megjithatë, jemi detyruar që të flasim, ashtu si sa Orhani, me një pjesë të vëllezërve tonë, të mundohemi të sqarojmë se lojë është një politikë manipulative, një gënjeshtër shumë e madhe, një politikë folklorike, e cila na dëmton në mënyrë të pandrejshme ardhmërinë tonë. Po thotë Alia ka vendosur një flamur të shtëpia e vet dhe të shtëpia e Fazli Veliut, 70 metra flamuri I natë. Po, 700.000 shqiptar pa bukë, pa idare, pa ndihma sociale, pa mbrojtje shëndetësore, pa infrastrukturë, pa ujë të pishëm, pa perspektivë, pa subvencione për bujqësi, pa bursa dhe kredia për student dhe përfundimisht pa mbrojtje as pak. Nëse ne e tolerojmë këtë mënyrë të sjelljes, do të na vlerësojnë se nuk jemi të përgatitur për të realizuar të drejtat tona. Çka është gjithë këto harxime të mëdha? Hyna në Kumanov nuk kishte vend ku s'kishin billboarda. Ata kushtojnë me miliona euro. Ku I kanë marrë ata miliona? Ku I kanë vjedhë? Sa janë të korruptuar dhe të kompromituar? Thojnë ata merret me ne, jo. Unë s'jam as prokuror, as gjykatës. Nuk merremi me ju, po merremi me fenomenin e korrupsionit. Nëse një deputet merr 500 euro në muaj në mënyrë jashtë ligjore, kur do të duhet shohet parlament dhe t'i thot kryeministrit, pse I keni ndalë 2000 ndihma sociale për Kumanove, a I thot quti 500 euro zemash. Fenomenin që I ka mbyll gojën tërësisht të kësaj partije politike që është në pushtet mbi 10 vjet e gjys. 10 vjet e gjys nga